Socialistët propozojnë ndryshime në reformën në drejtësi, amendamentet e depozituara në kuvend dhe që mbajnë firmën e deputetit Olsi Komici, parashikojnë korrigjime në 2 ligje të sistemit të drejtësisë, atë për statusin e prokurorëve dhe gjyqtarëve dhe organet e qeverisjes së sistemit të drejtësisë. Ndërhyrja kryesore është ashpërsimi i kritereve të pasurisë dhe integritetit të figurës për përzgjedhjen e anëtarëve të Këshillit të Lartë të Prokurorisë dhe Këshillit të Lartë Gjyqësor që vijnë nga jashtë sistemit të drejtësisë. Kandidatët do t'i nënshtrohen një verifikimi të thelluar duke nisur nga avokati i popullit, Inspektoriati i Lartë i Kontrollit të Pasurive, prokurorit, tatimet e të tjera institucione. Verifikimi i plot i pasurisë dhe figurës përfshin vlerësimin e saktësisë së deklarimit dhe kontrollin e pasurive, ligjshmërinë e burimit të krijimit të tyre, përmbushjen e detyrimeve financiare, përfshirë interesat privat për kandidatin, për magjistrat dhe për personat e lidhur të tij, identifikimin e kontakteve të papërshtatshme të kandidatëve me personat përfshirë në krimin e organizuar, si dhe identifikimin e sjelljeve të papërshtatshme etike dhe morale të kandidatëve, të cilat kërcënojnë besimin e publikut në sistemin e drejtësisë. Ligji parashikon që asnjë gjyqtar apo prokuror që ka marrë një masë disiplinore nuk mund të vendoset në krye të gjykatave apo prokurorive përkatëse. Një rol thelbësor në përzgjedhjen e tyre do të ketë dhe prokurori i përgjithshëm, i cili do të jap opinion mbi kandidaturat. Përfshirja e prokurorit të përgjithshëm në formën e dhënies së një opinioni për vlerësim të mëtejshëm nga KLP së bashku me kriteret e tjera ligjore, i shërben ushtrimit të kompetencave të tij në mbarvajtjen e punës organizative dhe administrative në prokurori, si dhe në drejtim të vlerësimit të performancës së zyrave të prokurorisë. Projekt ligji parashikon që përmes një dispozite kalimtare, derisa të kryhet procesi zgjedhjeve të drejtuesve të rinj, kryetarët aktual të gjykatave dhe prokurorive, që nuk kanë një emërim të rregullt, do të konsiderohen të zgjedhur deri në 31 dhjetor të 2028-s. 9 vite nga reforma në drejtësi, kjo është hera e parë që kuvendi po diskuton korrigjime në 2 prej ligjeve të drejtësisë, edhe pse kjo iniciativë i ka zanafillat që në 2022-shin për miratimin e tyre kërkohen 84 vota. Në relacionin e shumicës thuhet se këto ndryshime janë bazuar tek rekomandimet e institucioneve të drejtësisë dhe kanë pëlqimin e Bashkimit Evropian dhe misionit amerikan Optat. Ato synojnë të garantojnë pavarësinë, pa-anësinë dhe llogaridhënien e magjistratëve me qëllim ndërtimin e një sistemi drejtësie të pavarur, të pa-anshëm, të drejtë e profesional, të besueshëm dhe të orientuar drejt shërbimit ndaj qytetarit. Kjo duket se është përpjekja e parë serioze e mazhorancës, po të shikojmë nëse do të jetë vullneti i Partisë Demokratike për të futur duar, nëse mund ta themi kështu, për herë të parë me 2 ligje të rëndësishme sa i përket funksionimit të organeve drejtësisë. Dhe duket se në fokus është pikërisht Këshilli i Lartë i Prokurorisë, një organ gjerësisht i debatuar, i diskutuar, janë temuar e kontestuar nga palët, por në heshtje spaku, por në prapa perdeve me shumë forcë edhe nga sponsorët ndërkombëtar të reformës në drejtësi. Skënder, me që ta ndërprerë fjalën. Po, që ta vazhdoj aty ku e la avokati. Ti kërkohet me drejt, cila është arsye që nuk shkohet në ndiqen hapat që ai neni famshëm i Kushtetutës 103 thot pika 3 që ministri ka imunitetin e një deputeti. Pra, nëse për një deputet dihet se si është korsia që duhet ndjekësh për të shkuar tek hetimi dhe eventualisht dënimi, për ministrin, gjithashtu antar në kabinetit, Kushtetuta na thotë që është i njëjtë imunitet. Tani Sokol, unë mendoj duhet të themi diçka që nëse Zonja Balluku do kishte dhënë dorëheqjen në mënyrë të lirë, të vullnetshme, askush nga ne do të kishte gjë për të thënë. Por këtë raport me etikën dhe me vetveten e mban ajo. Ne ndodhemi në një situatë të ndryshme tani. Ndodhemi në situatën kur zyrtari ka vendosur të ta çoj kabinetin ku ndodhet dhe vetë situatën dhe rrethanat t'i çoj në procedurë natyrisht. Natyrisht, jo është drejta se cili ka drejtën formale të veprojë siç e gjykon. Dhe kjo punë ka të bëjë me etikën, po jo me ligjin. Ligji është i ftohtë, ligji është i akullt. Dhe në këtë rast, pikërisht tek kjo rrethan ligjore, tek ky ngërsh ligjor, vim tek situata kur drejtësia e re merr këtë vendim pezullimi, i cili ju e bët pyetje me drejt avokatit, unë kam një ide timen sepse është i tillë dhe sepse është kështu.
Ka një teori, unë si pëlqej për vete teoritë e konspiracionit, por ka një teori konspiracioni që kam dëgjuar këto ditë në Tiranë, që është që ecën sipas atij proverbit italian që nëse s'është e vërtetë është e gjetur bukur, që thotë se u godit Velia në shkurt që Rama të mos merrte 83 mandate, po goditet Balluku tani që Rama mos t'i gëzojë 83 mandatet. Do thotë është ajo teza e avokatit që e kthen gjithçka në politike dhe jo në procedurale, as në sjellje normale e institucionesh. Unë mendoj se në rastin e zonjës Balluku është vendosur kjo mas pezullimi për dy arsye madhore. Tani kjo thjesht ajo që unë vrojtoj nga jashtë. E para sepse siç është krijuar kjo tradita e zyrtarëve të goditur, ne kemi një gjyq popullor, atë që e kemi quajtur gjyq popullor, që vazhdon me javë, me muaj, ku mesazhet filtruar dhe në mënyrë çuditshme dhe të dyshimt, copza dosjesht nxjerrë nga kontekste dhe të hedhura si gjah për studiot e debatit ose për akoma më keq për rrjetin social, krijojnë një dënim paraprak që shumë shpesh është shumë i rëndë për të mbajtur nga shpatullat e të akuzuarve, edhe më i rëndë ndoshta se sa do t'jetë dënimi eventual penal nesër. Pra, me fjalë tjera, nëse do ketë personi akuzuar praktikisht gjykohet nga mira duar që ngrihen, dhe këtu persona që do të donin që ne të kishim sa më shumë zyrtar të dënuar dhe sa më shumë korrupsion të dënuar me besim të pastër dhe diku dhe me dëshirë të pastër të njerëzve që duan që kjo politikë s'po dënohet etj, por është e rëndësishme njëherësh ajo që ne thamë fillim, që sot ndodhemi periudhën e standardeve dhe të drejtave, të cilat nuk mund t'i anashkalojmë apo nuk mund t'i shkelim me këmbë pikërisht në emër të kësaj drejtësie popullore. Unë mendoj që gjykata, GKK-ja dhe SPAK ndodhen jo vetëm në rastin Balluku, po dhe në rastet tjera të mëhershme, ndodhen përballë këtij vrullit madh, kësaj zizanie e quhet, kjo zhurmë, ky hilaritet i përgjithshëm i rrjetit, i medias, i politikës kundërshtare, ndoshta edhe i ndërkombëtarëve që kërkojnë goditje peshku madh, thoshte dikur një ambasador amerikan. Pra, ndodhen përballë kësaj zhurme, këtij fronti që godet gjithë ditën dhe që mundohet të krijojë një opinion, dhe ndodh që edhe shtyhen të marrin hapa të cilat, dhe këtu e lidh me pikën e dytë, në rastin e zonjës Balluku, mendoj unë, është një instinkt, mendoj, i drejtësisë së re për ta afruar sa më shumë këtë rast konkret në tipologjinë, në sjelljen dhe në formatin e rasteve paraardhëse. Ç'dua të them? Në qoftë se me krerë bolt lart politik, partijak dhe institucional të më parshëm, sjellja ka qenë je i dyshuar, je nën hetim dhe po të mbajmë disa muaj në burg, madje duke të arrestuar një ish president në mënyrë shumë të shëmtuar mes rrugës, me thënë drejtën, një ish kryeministër në kat 8 pa e martë, pa ndehur. Te kati 8 ai shkoi vetëm, dakord, jo sepse nuk pranoj paraqitjen, patjetër. Kartën e identitetit, patjetër, po, thjesht për dorëzuar pasaportën. Por ndodhemi përballë këtyre sjelljeve në gjykimin tim represive para burgimi, të cilat u kthyen, u bë një short list dhe mjaft e rëndësishme, që ndoshta ka shtyr drejtsinë e re që këtë zyrtarët lartë që është në detyrë, të mundohemi ta trajtojmë sadopak, sepse po na lind ky dualizmi që ne na vën siklet, që pse ata kaq rënd dhe pse këta kaq lehtë. Cilët janë rënd? Më fal prap, po them Ilir Meta dhe Velia që është. Se dalim te Velia, se Velia është i kraut kthej. Po nëse flasim për pasqyrën politike si emra me pushtet. Jo, ti nëse do të flasësh te rasti socialistëve, të themi nëse do ta gjykosh politikisht. Trungut Rama janë kputur degët më të rëndësishme. Patjetër. Ju kput Sami Tahiri. Unë kam thjesht për sjelljen ndaj për masën e sigurisë dhe sjelljen ndaj personave. Patjetër. Po ta shikosh shumë. Po mos harro rrezikshmërinë shoqërore të veprës. Ju kput Sami Tahiri. Po patjetër. Ilir Meta. I kputet Ero Veliaj. I kputet numri 2 i qeverisë. Si akuz pak në kanë tjetër. Kurse kjo akuzë e kësaj s'ka lidhje fare. S'ka lidhje fare. Si akuz është vërtet. Por ajo që pastaj ti thua, po mirë, dakord.
Nëse, letë marrim eventualisht, letë temi drejtësia është e re, është si sot Rama janë këto, edhe të temi lëvizet e sajt para, në i herë si puna e ti fëmijës në mënyrë restriktive sa lind nga barku i nënës, në herë i gjua saj me shkel në parës, kupton se gjunë në mënyrë restriktive, sa të kuptoj të lëvizjet e tjerë. Nëse të këto do ishin vënë re, edhe në krahun tjetër, ti thua, okej. Dakor. Po kështu po sillet me të gjithë. Kështu që në momentin që sillet me të gjithë i soj, ti thua, okej, nëse sillet me të gjithë i soj, hajta ta bëjmë diskutime më parim. Çfarë të rregullojmë në gjë? Po ti kur shikon që krahu tjetër është bërë zëdhënë si spaku. Pra nxjerr dosjen e spaku. Ti e këtu atëherë ti thua, okej, më fali sekond, këta që po sulmojnë më shumë, këta që nuk të votuan në 2016, po të votuan me dhunë, se i morën për brekësh që të votonin në korrik 2016-ës këta të opozitës. Sa ashtu i morën. Absolutisht, po. Djetë si kam votuar. E din atave, se kanë deklaruar vetë. Djetë si kam votuar. Sa e din, po mund të them në publikisht. Dhe befas ç'a ndodh? Ndodh që me këta ti ke një parametër tjetër, ndoshta edhe duke respektuar drejtat e njeriut, pra Zoti, e kemi Zotin me diu, është i pandehur. Po i pandehur, jo i pandehur me pranga nduar. Kryesorja fare, Zotin Berisha e ketë pandehur. Nuk është prekur dërm sot, po thuajse fare 21 janari, kryesorja fare. Pa dal pastaj tek doset e rënda si 20 janari, se kur vjen puna edhe me fe froga po drejtohesh edhe Biblës, edhe Kuranit, edhe me kod penal, vrasja është e para. Edhe në kod penal vrasja është e para. Krimi i parë i botës. Pra, mos zbrit të Biblia e para. Po kjo është vrasjet kështë problemi, me vrasjet për. Puna e parë që me çështjen që shtroni, dhe më thënë, çfarë po ndodh me sjelljet e tyre jo proporcionale. Unë mendoj se janë duke praktikuar drejtësi selektive. Drejtësia selektive është më e zezë se sa çdo lloj padrejtësie. Nuk ka gjë më të rëndë se drejtësia selektive. Është praktikuar, s'kem se ta sjellim historinë e njerëzimit, çdo me thënë drejtësi e tillë. Dhe çfarë po selektohet? Në radhë parë po selektohen krah politik, tek të cilët se unë nuk jam dakord me atë që tha Rama se kjo është drejtësi e re. Nuk ka drejtësi të re. Drejtësia është drejtësi që në momentin që vendoset atje. Përveç kësaj, këta janë prokurorë shumë të vjetër, këta janë gjyqtarë që kanë mëkatuar, prokurorë që kanë vinë nga mëkatet mëdha, prokurorë dhe gjykatës që kanë shërbyer, prokurorë dhe gjykatës që janë lidhur. Nëse nuk do të ndodhë të kjo, s'kishin përse të përmendim, sigurisht. Vinë nga një, si me thënë, vërtetimi i pasurive dhe i krimeve tjerë vetingu, i cili me sa duket nuk funksionoj. E tëra vjen. Po ku shkon tani, si vjen selektimi i tyre? Përveç se selektojnë krah, selektojnë forcat. Kush është i fuqishëm, kush është arrogant i fuqishëm, kush është i fort, kush është kriminal. Ati do t'i japim pasaportën, do t'i japim të drejtën, do t'i japim mundësin të lëviz, mund t'i japim çdo gjë, sepse dhe krijojnë përshtypja di cila është në publik. Se publiku nuk shikon, si thuash, Hammurabi, nuk shikon teorinë e madhe të drejtësisë. Publiku shikon që këta i ka kapur Sali Berisha, fare qartë. A mund ta themi ne e themi atë që thotë publiku, dhe se si i ka kapur atëherë ata duhet të shpjegojnë, ose ne duhet të shpjegojmë, nuk është fjala për Saliun vetëm, është fjala për çdo të fortë që ka para, që ju shtin të merrin, që i kërcënon, ata janë dhe të dobët, janë dhe fajtorë, kanë dhe dosje. Gjendet fajtorë se kanë ndihmuar vrasjen e 4 vetave dhe dënohen me 4 vite burg. Pikërisht. Atje ka asnjë prej tyre, ose shumica e tyre nuk kanë graduime juridike, nuk kanë dituri, nuk kanë kulturë të përgjithshme, janë noterë. Dhe praktikisht ja vë përpara popullit shqiptar i thu besot e këta, ky është Zoti. Dhe ata s'kan faj në një kuptim, ka ndodhur që gjandarit i kanë dhënë një pushë dhe ka vratjat tanë. Dhe kjo gjë po ndodh me këta.
Kjo po thonë. Dhe selektivi, se ta mbaroj vetëm një sekund. Ka malë e kohës, vetëm se do të ja, më mbaroj. Selektimi i fundit vjen tek fakti, se shumë e rëndësishme, te fakti që këta selektojnë në për paragrafe. Dhe janë ashtë paditur, ose duhen të jenë ashtë paditur, sa marrin gjysmë paragrafe për të krijuar drejtsinë. Dhe harrojnë kushtetutën. Ne kemi edhe një problem të madh me ligjin, besoj se Hidajeti e ka konstatuar. Ne nuk kemi tërësisht ligjin të unifikuar. Do me thënë, ka shumë gjëra që s'përputhet ligji me kushtetutën. Dhe këta nuk shikojnë kushtetutën çfarë thot kushtetuta, po duan të selektojnë ligjit më poshtë për të krijuar. Dhe këtu i del përgjegjësia e madhe e gjykatës kushtetuese pastaj për të vënë pikat mbi, shikojmë sa e zonja do jetë. Mund ta Lami, un kam vetëm një pyetje për ty, nëse më lejon pasi jemi mbyllur. Mbasi do bëj një ndërhyrje për zotin Çuki, patjetër. Vetëm sa më shkurt, të lutem. Po, unë mendoj që nuk duhet ngatrojmë, unë gjykoj, pushtetin me stepjen. Në rastin e Berishës, unë gjykoj më shumë në kushtet e stepjes, të pushtetit. Të pretendojmë që opozita kontrollon spagun, them që egzagjerojmë edhe logjikisht, se nuk ka asnjë mekanizëm. Të lutem, jo, këtu s'keni drejt, edhe unë mund të s'keni drejt. Po, do le ta them unë e pastaj kam drejt apo jo, ju du ta gjykoni, patjetër, unë jam i hapur për diskutim. Shumë dakord. Mos të egzagjerojmë, të japin fuqi opozitës që nuk e ka, për hizë vërtetës. Se e spar, as ka qenë iniciatore e spagut, mos të abstrahojmë opozita me Berishën. As ka marrë pjesë në ngritjen e institucioneve të reja të reformës drejtësisë, e i pjesë e mirë kanë qenë bojkotimet herë opozita. Dhe të pretendojmë ngrejmë të tezë, për mua është pak e tepërt. Po, që të japim konkluzion që spaku krashi Berishës është e stepur dhe të gjejmë motive pse vjen kjo është, ja vlen analiza. Ne e gjejmë motivin pra. Po nuk është kjo pra dëshit. Mos ta pretendoni se nuk keni të drejt. Urdhëroni. Nuk keni të drejt për një aspekt, se ju vlerësoni, po t'ishit brenda në sistem, edhe unë jam brenda në sistem, më thënë, kaq vjetë, me të vjetrin e me të riun, vazhdimsi. Dhe gjukatës? Po, kryetar gjukatës e tjera, edhe në tëra shkallë dhe gjykimit. Po, problemi është që ne këta mendojmë, sigur këta ne nga kanë hardu nga qelli. Ishin po këta gjyqtar, po këta prokuror, kur korupcioni në këtë vend, në gjyqësor, ishte katastrofë. Edhe këtyre rrugën e korupcionit, ja u hapi qeveria e Berishës në 2005. Dakord, avokat, po ky vetingu që bën këta të tjerë. Mos harroni një gjë. Po ky vetingu që bën këta të tjerë. Po e di, vetingu si ka mundësi që ato dalin tani dhe thotë mazhoranca thotë bëjmë ja 2 ligje thotë sepse na pas kanë rrëshqit sa prokuror, që pas kanë pas sa masa ndëshkuese, po tani ne nuk i heqim dot, po spaku mos marrin postë drejtuese. Këto arnimet avokat. Problemi domosdoshmë. Këto arnimet avokat janë të shumtuara. Mos harroni një gjë. Kjo tregon që procesi i vetingut nuk u bë as nga njerëz profesionist. Po, është vërtet. Nuk u bë as nga njerëz profesionist, nuk ju la ndoshta as ndërkombëtarëve të bështe atij misioni ndërkombëtar që të bënte dhe të ndërhynte ndoshta masivisht dhe të merrte vendime të forta dhe drastike, sepse reformat, do të thoshte një avokat që dikur ka qenë i mençur, reform do të thotë kur ti e fshin tek zero. Ndërkohë siç e thatë edhe ju, këta janë prokurorë dhe gjykatës, të cilët disa prej tyre janë studentë Arkita Berishës. Po jo vetëm aq, janë lëvizur, janë emëruar dhe pak ju duhet ta dini më mirë se unë. Po unë nuk e di pak që problemi nëse ti flet sot për këtë kast, se këto janë kast gjykatësh dhe prokurorësh. Shumica prej tyre kanë dalë nga fakulteti juridik dhe i përkasin të njëjtit grup, i përkasin të njëjtat breza. Merreni datat kur janë diplomuar. I keni nga 2008 e këtej shumicën prej tyre. Merreni gjeni kush e drejton katedrën e fakultetit juridik nga viti 2008-2009 dhe do e shikoni cili emër do ju dali. Doni ta thoni të ati themi të vërtetat. Këto janë të vërtetat e mëdhaja, Lami. Këto kështu kontrollohet drejtësia. E pe atë gjykatësen që do gjykonte çështën Partizani. Po qeveria që është 30 vjet pushtet ç'mund të themi. Prit tash se këtu e kisha pyetur për. Një prej tyre nuk është ajo gjykatësia që do hetonte dosën Partizani. Ku e kishte bler shtëpinë? Te Partizani. Me çfarë çmimi e kishte bler? Me çmim tulët. E kupton Lami që këtu gjërat janë të lidhura, në fund fare ne jemi fshati vogël dhe të vërtetat janë të fare banale. Këto janë konjektura të vogla që mund t'i kesh shfrytzuar se të për çka pushtet, po mos flasim të japim forcë opozitë që kontrollon spakun. Tash një pyetje ta pretendoj se forcën tani, për këtë thash unë, një pyetje e ndava. Lami një pyetje kam këtu me që flasim për efektet politike dhe këtu pastaj është paradoksi dhe ana qesharake e tragjedisë. Urdhëro. Si ka mundësi
që bëjnë gjithë të aksione, bëhet gjithë kjo zhurmë, të shikosh gjithë televizorët me një përjashtim të vogël. E bëjnë gjithë të zhurmë që thot Minxhozi e tretja, gjithë të zhurmusin e madh. Dhe kur vje puna, me datën 9 nëntor, pra 5 ditë pasi shmall panderur numrin 2 të qeverisë, bëhen zgjedhjet dhe Partia Demokratike del më keq se çdo herë tjetër. Si ka mundësi që ne bëjmë sondazhet, ju e dini, i bën Zaloshnja çdo javë të zëri shqiptarëve dhe PD-ja që duhet kishte fitu pikë dele treta. Të dyta dalin partitë e tjera apo ajo në thojza partia e treta atyre që nuk votojnë. Këtë ma shpjego mua dhe çfarë efekti shpjegoj me një kundër argument. Shpejt fare. Jo, dhe çfarë kundër efekti negativ ja me kundër argumenti. Sepse ideja është nëse ti thua unë po godas Sokolin që të vi Skënderi, unë e kuptoj e pranoj logjikën politike. Sonte për shembull Berlusconi le tokë Geros apo Skënder. Janë tokat e kuqe se duan sjellin komunizmin pushtet. Një fjali kam. Ja vetëm si ka mundësi? Më ke thënë një gjë që duhet të çojnë. Po pritet se ma heq emisionin. Ja ta jap drejtë unë brava. Ta jap atë tani se kisha tezë po letësh, ja the atë tani. Kështu. Ishte konkluzioni, po. Tezësh, po ti s'kishe antitezë. Ja thash. Po tani puna, jo, dakor. Do ta them tani edhe këtë tjetrën. Ka mundësi, domethënë çfarë këtë se kuptoj fare. Po opozita mor zoti Balla kur kryetari i Partisë Demokratike ishte nën dritare, edhe kryetari i Partisë Liria ishte nën arrest, edhe kryetari i Partisë Republikane për sidhen nga spaku. Po për këtë rast, çfarë do themi? Cilin rast? Po pra ja për këtë që po them. Çë? Po pra tre drejtuesit e partive kryesore opozitare ishin në fokus. Po ato e forcojnë elektoratin. Pra nuk mund të themi nga kjo premie. E forcojnë sepse po pastrohet nga zgjedhjeve të 2020. Ma bën mua ta japun përgjigjen. Po ta japun përgjigjen. Para zgjedhjeve 2023 që ishin para. Ta japun përgjigjen. Ishin në fokusin e spakut apo. Po mirë. Çfarë do thoni? Ja çfarë do them? Ja ta japun përgjigjen. Ta japun përgjigjen. Të lund avokatët, ta japun përgjigjen. Sepse zoti Meta është koka e turkut. Partia e tij nuk ekziston. Partia e tij po shkrihej. Zoti Meta ishte koka e turkut. Zoti Meta vërtet e shkaktoi 21 janarin, protestën e 21 janarit. E shkaktoi. Vrasjen e 21 janar nuk i bëri Ilir Meta. Dakor? Kështu që me zotin Meta, pa këta kishte dhënë dorëheqjen madje kur ndodhi. Që në datën 15 janar. Pra ideja është këta mund ta godasin Metën këta të spagur. Po Meta themin e Tiranës ishte qenë ngordh. Goditi dhe Berishën, goditi dhe Mediun. I goditi more. Ai ka si kurrë mos. Tjetri ishte jo, në arrest iku për çdo tjetër ai. Në arrest shtëpi iku për çdo tjetër. Po flasim për këtë pra. Se sfidoi një masë modeste. Teza pra që ta ngatrojnë agendën e spagut me agendë politike nuk na çon askund. Kjo është pak a shumë konkluzioni. Nuk na çon askund. Na thuj pra në momentin që ky spak po godet qeverinë. Rënd. Po do ta godasë, qeveria është objekti i tij, do të opozita. Ti godite, patjetër godite dhe hetohem, patjetër ty. Po si thot Skënderi, respekto procedurën. Sigur patjetër, ajo patjetër thamë, ku nuk respekton procedurën, hap një precedent caktuar, patjetër. Patjetër. Po un po them si ka mundësi, domethënë që nuk prodhon asnjë gjë politikisht dhe ky është absurdi më i madh. Unë do ta kuptoja që ti po e godas të klasë politike të korruptuar, majtas e djathtas nuk kanë si fare për të shkuarën dhe për tashmen dhe do prodhoj një klasë 3 politike, flasim për atë forcë magjore politike do thotë nuk çka problem. Si ka mundësi që të prodhon asnjë. Do ta trajtojmë nga pikpamje juridike. Mund ta tash Islamin vetëm një gjë. Se mytëm Islamin. Jo s'ka gjë, se po ndajmë edhe ka të bëjë froku. Patjetër. Kontratë. Jo, s'ka gjë, bëhet se frokun e kam ëmbëlsirë në fund. Po. Ti me drejt pyete që nëse e kontrollon nga opozita, po këta që janë 13 pushtet e kontrollojnë? Tani po të kujtoj, vërtet Berisha, Mediu, Meta kanë punë me spakun dhe me drejtësinë e re. Ta e mbaruar për që ka njerëzit që i votojnë se gjë tjetër s'kan. Në rastin pak në Berishës, unë mendoj që vleni parantez që duke pas parasysh 21 janarit, duke pas parasysh shumë incidentet tjera gjatë rrugës që ai si politikan ka pas në kryet shtetit dhe një kryetar shteti i pa diskutueshëm. Ndarë si president, ndarë si kryeministër, se qoshtja ka qenë gjithmonë aty ku ishte Saliu. E vërtet, ashtu. Tani, akuza që i kanë gjetë për mua është favor, sepse realisht, avokati di shumë mirë, korrupsion pasiv hajde dhe provoje dhe hajde çoje deri në fund. Është absolutisht e lehtë në krahasim me trashëgimin dhe sivin e rëndë dhe shumë hije rëndë që ka Berisha si politikan. Domethënë, çfarë do të thotë që ti merr
dhe gjykon dhe heton klubin Partizani dhe nuk heton 21 janarin. Tani kur e bëj këtë pyetje me të drejtën s'kam përgjigje. Sigurisht, s'kam përgjigje. Po, sepse më fal. Shumë ku ta dikton edhe institucionet ndërkombëtare ta hetosh. Vjedhësit dhe vjedhjet edhe gërdesin një lloj. Të dënohen dhe të hetohen deri në fund. Por ama vrasjet të paktën të hetohen një lloj si vjedhjet. Sigurisht më patjetër. Tani po e thjeshtojnë. Po ja që s'ndodh. Po gjithë të privatizime. Se ngret duar dhe se vjen. Po gjithë të privatizime. Gjithë këto privatizime kriminale. Gjithë këto privatizime kriminale. Me Alpetrolin, me Bankën Kombëtare, me Hidrocentralet. Po vjedhja e Floririt, u përplasën të dy, Meta dhe Berisha, dhe ja hidhin fajin njëri tjetri dhe me argumente dhe me prova, kur e vodhe, qatë date e tjera me radhë. Po vrasjet që është në jetim, është regjistruar si procedim penal, dhe emrat që kanë vajtur në procedimin penal, jo thjesht me kallëzimet e Izet Agjis, po të familjarve të haklajve, është Berisha, është kryesori, urdhëruesi atyre vrasjeve. Dhe ti me këto nuk merresh. Me çfarë po merret faktikisht SPAK? Me qa po meret SPAK? Po meret, jo mos kundër përgjigje. Me dy fjalima. Po meret vetëm me telefonin. E kam shkurt fare. SPAK faktikisht sot ka vetëm i telefon. Si ata adoleshent. Shkurt. Do me thënë, vetëm po kena i përgjim këtu, po pa të bëna i mesazhin e ngjetë zuri SPAK. Kurse qa janë probleme hetimore që duhet të jetosh me dokumente, me fakte, të krijosh dosjet e tjera të këtyre krimeve që ne tham, se gërdeci do të krijosh tamam dosje, prova, nuk e pa mirë atë gërdesin, ndoshta dhe s'ka ndodhur. 21 janari e të tjera me radhë për vrasje. Aksident teknologjik. Të gjitha këto pa përjashtim, me që s'ke gjë në telefon, ato s'po jetohen absolutisht asnjëra prej tyre. Dhe pastaj, është një gjë që duam të pranojmë, ne mund të flasim o këtu. Edhe të themi që, po, ja u godit Berisha. Qa u godit Berisha, mo? Ajo, goditja e Berishës që vajti atje, për të djathën realisht ishte pozitive. Pse? Sepse të tere kryuan perceptimin dhe u tha hapur, u tha hani bar. Kur thot hani bar do thot kur nuk do vinin pushtet, se për të pushtet juve edhe po të vini, ne nuk kemi marrëdhënie me ju, thot Shtetet Bashkuara të Amerikës. Dhe kur ti e merr edhe e veçon atje në një arrest ku e çon atje tek shtëpia, ti jesh i bindur 100% që kjo çliron energji edhe kjo t'jep për shumë vota, se thonë, ja, ky u minjanua që ishte blokimi jonë, tani t'japim sa më shumë vota alternativës, të të bëjmë alternativë qeverisë. I dha bus, i dha Red Bull. Po më shumë jep ajo, nuk është se, kurse ju e morët si pakim, se shpakica jo të pakohet. Kjo është logjika. Kurse, faktikisht, kur unë u them që ndikimi i Berishës, ndikimi Metës në SPAK. Në SPAK është jashtëzakonisht i fortë. Pse? Drejtore realisht e kuadrit e sistemit drejtësisë na vitin 2005 edhe deri në vitin 2013 ka qenë Argita Berisha. Ajo i ka bërë të gjitha llojet e emërimeve, çemërime, dekorime, ngritjen përgjegjësi, madje edhe mbulim krimesh. Më jep mua pasuri atje në Gjirin e Lalzit edhe merr na hiç kryetari i gjykatës e Durrësit. Edhe, do më thënë, të gjitha i ka bërë kështu. Dhe këta njerëz tani, pikrisht, këta janë edhe në SPAK, një pjesë e mirë e tyre, këta janë në SPAK, këta janë në GKKO, edhe në apelin e GKKO-s, madje edhe në gjykat lartë. Edhe në gjykat kushtetuese. Edhe në gjykat lartë, gjykat kushtetuese, e dim që është politikë, e dim sa ka njeri, sa ka tjetri, se ata janë politikë tamam, se gjithë parlamenti ata djetë, si emrojnë. Dhe ata në ashti, qëfar bëjnë? Si gjykata e lartë e Amerikës. Tani, po pikërisht, kurse qa kanë bërë, faktikisht, nuk është thjesht perceptim, e nuk është problemi të flasësh si tifoz, po ti vete, për qare godite, Vanju Zhdakon? Ajo, unë jam flasi gjyqtar, është një gjë e rëndomt, që po t'ishte në detyr, minimumi mundet ta shkarkojë në detyra, jo ta marrësh përgjegjësi penale. Ti e morën përgjegjësi penale pse? Se ishte zeri fuqishëm me bende vota në Durrës. Ti e morën atë kryetarin e bashkisë të Lushnjës, vetëm se ishe njesh në pikpamjen, do më thënë me të vërtet, jo bende vota, po me një autoritet absolut. 5 herë, po 5 herë, e merë, 5 herë e more, sa herë beshin zgjedhje ti, meri edhe fut një akuzat tia. Dago se tanë ke edhe 3 ditë pa bërë, merë, more Lefter Kokën, e kemi bërë ata incineratorët, për shturpi dhevët, more, qarë,
kur ta shkyrtoj me gjakftotësi, jam I bindur Strasburgu se ne ikim për inerci edhe atë që tha Sokoli në fillim, GKK-oja e shkallës parë, ajo e apelit, më pak, gjukat e lartë, janë noteri. Po ja qoj spaku mbaroj, firmën e hec, ike, s'ka pafajsi me aty, nuk me njeri pafajsi në gjukat, po e pruri spaku. Do thotë Skënder, kështu është kur ligjit e jonë zakonisht e rrezikshme. Që spaku të e more Saimir Tahirin, si u katandis Kokoshi një thel, po e kështë ministrë të brendshëm. E more Erion Velin, me qa po meresh, me konfeksione. Po kur u ngrit gjukata e posaçme, kur u ngrit spaku, nuk dinin ata se do na dilni punë brekëshen për para, apo do na dilni neve, do na dilte problemi I asaja, që ndikove ti, te këthendere që ta mos ta marri ky, ta marri ky, apo nuk ndikove. Konkluzioni cili është? Gjukata e posaçme dhe spaku u ngrit për ato që kishin ndodhur dhe që kishin tronditur kombin shqiptar, si që ishte firmat piramidale, si që ishin vrasjet e 97-ës, si që ishte grushti shtetit e 98-ës, sigurisht ishte gërdeci që u be kasapanu dogjen njerëzit të gjallë për korupcionin e familjes Berisha, sikurse ishte 21 janari, edhe gjithë të privatizime. Për këto u ngrit spak. Nashti, më thuaj një çështje nga këto që çojnë gjyq, zero. Meru me përgjime telefonike. Meru me këto. Përgjigje, shpejt. Është normale kjo? Një fjali. Kjo nuk është normale. Mjafton një çështje të kap gjykata dhe të denigroj si figurë politike dhe kaq edhe kaq është sukses I madh. Në kushtet ku ne kemi një drejtësi të brisht. Nuk mjafton vetëm thjesht të lakmojmë çështje të mëdha, por jo kur bote krimit. Por mjafton dhe çështje e vogël që të largoj me turp nga politika dhe kjo është sukses. Shumë drejt, po jo kur të shtrëngon kemët tyja ai kryekriminal I vendit, të shtrëngon kemët dhe ti largohen atë gjitha këto që janë kryekrime. Largohe prej tyre dhe mere me të urtit. Sa pastaj flasim për gjë tjetër. Po mere me ata që së ndihen, mere me ata që respektojnë ligjin. Me ata që të vinë. Me turpin, po provoja që turpin e ka të merituar. Patjetër. Se pastaj flasim për drejtësi tjetër. Pro, vetëm ato e shpejt, se duhet ta mbylsemi vonë. Shpejt se Landi nëse e quan opozit, domethënë nëse e quan opozit selektimin e gjykimeve të këtij vendi, se siç e përmendën, unë po thoja, domethënë është selektuar dhe çështja. Domethënë korrupsioni, një akt I vogël administrativ është vënë mbi jetën e njeriu. Jeta e njeriu ka humbur dhe s'ka ndërmend. Është vërtet, është saktë. Atëherë, ky është selektimi më tragjik që ka ndodhur këtë vend. E para, e dyta, nëse bëjmë konfuzionin që Berisha është opozita dhe Meta është opozita, dhe një tjetër që mund është opozita, atëherë nuk kemi shkuar kurkun. Sa atëherë, në logjikën më thjesht, ne nuk mund ta gjykojmë 21 janarin për vrasje, për arsye se nuk vret opozita. Dhe këtu kemi falimentuar, nëse e gjykojmë kështu. Vret opozita, në pushtet atëherë? Jo, po ju thoni se opozita është shejtore dhe mos e ngacmo opozita. Jo, sa do të thotë që janë individët që kanë vrarë, kanë vjedhur, kanë sakatuar, dhe këta kanë emrin. Po këta në radhë parë fusin duart në drejtësi dhe kanë futur duart në spak. Dhe janë prezent në spak, madje edhe po e deformojnë nëse Parlamenti I Shqipërisë nuk do të reagojë në mënyrë shumë të shpejtë dhe shumë dinjitoze. Faleminderit Frok, duhet ta mbyllë. Faleminderit Idajet, faleminderit Skënder, faleminderit Lame, kënaqësi të kishë sonë të program rrethori kthehet sërish të hënën në orën 8. Deri atëherë, unë Sokol Balla, natë mirë.